Nëse akoma nuk e përgatit bakllavë, kjo është receta ideale për ti, vetëm me 8 kuleç. Keme përgatit baklavën më të shishme për festën e Bajramit. Fillojmë recetën. Pari përgatisim shërbetin. Për shërbet na nevojiten 800 gram sheqer, 800 ml ujë dhe gjithashtu 1 deri në 2 feta limoni. Vazhdojmë me përzim e mandej e vendosim në zjarr, në temperaturë mesatare edhe prisim që shërbeti të filloj edhe të zihet. Pra shërbeti ka fillu tash me u zi. Do ta zijejmë në temperaturë mesatare, ngadal për 18 minuta. Jo më shumë, 18 minuta nga momenti kur fillon me vlu kështu e llogarisim kohën. Në një enë hedhim 2 vezë të plota. Shtojmë gjys gote me vaj, gjys gote të çajit ose 50 ml, 2 gota të çajit me kos. Një pako pluhur për pjekje ose peciv, edhe një lugë të mesme me uthull 9% për përgatitjen e sallatave. Krejt përbërësit i përzim mirë me lugë derisa të bashkohen mirë. Krejt në fund shtojmë mielin dhe për këtë recetë në total mua më deshtën dikon përafërsisht 500 gram miell, por ju do e kontrolloni sepse jo çdo herë mielli mund të na shkojë sasinë e njëjtë për shkak të vezëve që ne i përdorim. Por do ta shikoni tash krejt në fund si duhet të duket brumi. Duhet me përgatit një brum jo të butë, po pak më të fortë, sepse brumi kur pushon mandej lshon edhe kështu e kemi më të lehtë përgatitjen edhe hapjen e pejtave. Brum jo i butë. Pasi ka pushuar për 15 minuta, tani e marrim brumin edhe po e shikoni që ka lshu, është tepër i mirë, e ndani brumin në 8 kuleç. Pra 8 pjesë të barabarta. Formojmë kulaçat. Receta më e lehtë e baklavës është pikërisht kjo recetë. Pa lodhje edhe përgatitet shumë shpejt. Do të më falenderoni për recetën sepse baklava bëhet teje e shishme, shumë e mirë, edhe sidomos për ata që nuk dinë me përgatit baklavë, kjo është receta ideale. Kuleçët i lëmë pushu 30 minuta. Pas 30 minutave vazhdojmë edhe përgatisim edhe bëjmë qeljen e secilit kuleç. Pra brumi ka pushu shumë mirë, por shikoni që kur po e prekim me dorë është i butë edhe qelet shumë lehtë. Edhe kështu vazhdojmë edhe bëjmë hapjen e petës së parë, por do e qelim në një mallësi shumë të madhe, atë sa do ju shkoj brumi, mjaftueshëm mirë. Pra vazhdojmë, nga pak i hedhim edhe një sheste se cilës petë kështu, edhe e qelim kjo shumë shpejt, pra përgatitet, do ta shikoni që brumi do ju shkoj shumë mirë, shumë shpejt, pra vërtet një baklavë tepër e shpejt edhe tepër e lehtë për ta përgatitur. Baklava më e shpejt që kam provuar edhe që ju mund ta provoni është pikërisht kjo recetë. Kështu ne mund të mësohemi edhe të përgatisim më vonë baklavat që dojnë punë më shumë, me më shumë peta, por nëse e provoni një herë këtë recetë, besoj që do ta përgatitni çdo herë. Nëse doni të përgatit një tepsi të madhe, atëherë çfarë duhet të bëni? Masat vetëm se do i dyfishoni, edhe asgjë tjetër. Krejt pra i keni gati. Gjithmonë të keni parasysh skojet, pra t'i hollani mirë, mos t'i leni të trasha, sepse mesi gjithmonë hapet edhe qelet shumë më shpejt, e qoshet jesin pra kështu ja bëni me t'holluse, edhe këto do të t'hollohen edhe do të bëhen shumë të holla. Unë do vazhdoj edhe pak ta qeli petën për shkak se akoma brumi po shkon shumë mirë, as nuk qohet edhe një petë tepër e madhe po bëhet. Pra sa të shkon brumi, aq do e hapim edhe petën e baklavës dhe do ta shikoni që në një mallësi vërtet të madhe.
Krejt në fund I hedhim pak një seshte para se ta mbështjellim. Edhe tash e mbështjellim mirë, edhe rrudha krijojmë pra me anë të duarve. Sërish do e qelim petën, edhe pse kemi rrudhë kështu. E qelim, edhe tash do I vendojmë edhe arrat, mundeni me fëstëk ose ta mbushni me çfarë do lloj mbushje që ju e doni. Pra vazhdojmë edhe shtojmë arrat. Arra shtoni mjaftueshëm edhe deri në skaj, që edhe skajet të mbushen pra me arra. Mandej marrim edhe e spërkatim gjithashtu edhe me gjalp të shkrir ose me margarin, varet, pra me çka e përgatesni recetën. Edhe e lyejmë pra nga pak me gjalp. Edhe tash vazhdojmë e mbështjellim baklavën sërish, duke I dhënë këtë formë pra së bashku me arrat, lehtësisht ngadalë duke mos e shtypur pra petën e baklavës. E rrudhim sërish kështu edhe baklavën e kemi gati, pra peta e parë është gati. Vazhdojmë shtojmë të gjitha me rend pra në tepsi. I vendisim të gjitha petat edhe I përgatisim në të njëjtën mënyrë pra. 8 kuleç mjaftojnë për këtë tepsi që e kam unë të qelqet, edhe bëhet shumë e mirë në këtë tepsi. Tash arrat që kanë ngel, gjithmonë do I pastroni mirë, për shkak se munden me javçap petën tjetër, pra gjithmonë duhet të pastrohet tavolina e punës ku përgatitet baklava. Pasi kemi përfunduar me 8 kuleç edhe I kemi qel krejt njëjtë, siç e thash më herët, tash bëjmë edhe prerjen e baklavës, pra baklavë me rrudha, por që ja vlen me provu, e ndajmë në pjesë. Mandej baklavën do ta lyej me gjalp mby. Në total mu deshëm për këtë recetë për afërsisht dikun 350 gram gjalp ose margarin. Edhe tash e lyeni mirë mby. Dhe baklavën do e pjekim në furrë të cilën e kemi nxehur në temperaturë 120 gradë. Furrën e lëshoni e nxehni 10 minuta në 120 gradë. Baklavën e pjeki në 120 gradë për 1 orë e 50 minuta. 1 orë e 50 minuta në 120 gradë. Nëse e shikoni që po ju skuqet shumë mby, atëherë I vendoni foli ose në pjesës poshtë, pra mbaret si ju pjek shpëreti. Do ta kontrolloni ju vazhdimisht. Baklavën e kemi të nxehtë, shërbeti është I ftohtë. Edhe tash, pasi që e kam hekur nga furra, e shtojmë edhe shërbetin. Vetëm e lash 2 minuta 3 që të ftohet brumi I baklavës edhe ja hedha me njëherë shërbetin e ftohtë. Tash me njëherë do I shtojmë edhe pak fëstëk, edhe fëstëku është ajo që I jep edhe pamje baklavës shumë, gjithmonë pra pamjen më të bukur, ja jep fëstëku, edhe baklava pra është gati, do e leni kështu që ta thith pra shërbetin, më vonë do ta mbuloni pas gjysore, edhe e leni derisa ta thith shërbetin tërësisht. Kjo ishte edhe receta më e lehtë e baklavës që kishim përgatitur për sot. Shpresoj që do ju pëlqejë dhe kjo recetë. Na shkruani në koment nëse do ta përgatesni dhe ju këtë recetë të baklavës. Me receta të reja shihemi me video të tjera. Mirëmbëjtje.